që këmbët e vogla të fëmijës të rritën shëndetshëm, ju duhet vetëm Steps. Një dyqan i dedikuar për këpucë ortopedike. E themeluar prej 8 vitesh, Step ka për qëllim që të vegjëlve t'u ofrohet rahati dhe komoditet në ecje, qysh prej lindjes e deri në zhvillim. Prindër të shoqëruar nga fëmijët u argëtuan në këtë hapje, e madje përfituan 50% zbritje për koleksionin ndimror. Ajo që na bie në sy është shumëllojshmëria e këpucëve, të ngrohta, të rehatshme dhe praktike për çdo ditë. Në Zoom ju sjell pamje ekskluzive nga përurimi i pikës më të re të Steps në Pallatin e Rinisë. Themeluesi Arnor Berisha u shpreh lumtur teksa shikon fëmijë të kënaqur me shërbime cilësore. Në emisionin Nizmi. Kjo është pika më e re e Steps, që sot sapo e hapëm në Pallatin e Rinisë. Ku do të mund të shërbejmë gjithë klientët tanë sa më afër dhe sa më mirë me produktet tona të shumëllojshme të këpucëve për fëmijë dhe produkteve përshtatshme. Mas një pune të lodhshme disa javore, natyrisht ndihemi mirë që tashmë e finalizuam hapjen e kësaj pike. Këtë pikëve që kemi dakordsu me ndërmarrjen qysh në dhjetor të vitit 2025. Mirë po, natyrisht ka qenë kohë festash edhe kryerja e punive me merr disa ditë ose disa javë varësisht prej periudhës. Po ja se përfundimisht e finalizuam edhe sot e bëm hapjen e pikës. Është një kënaqësi kur shihet që një punë është përfunduar, është përmbyll me sukses. Ai më tutje shton se dyqani ka dhe produkte të cilat janë jo ortopedike. E madje thotë se çmimet përshtaten me tregun, pra janë të përballueshme. Këpucët ortopedike janë prodhuar në atë mënyrë që parashihet me qenë forma natyrale e shputës të kamës. Natyrisht që është fëmijët që kanë nevojë për pajisje ose shtesa ose shtresa ortopedike, këto janë këpucët adekuate për ta. Mirë po edhe njerëz të zakonshëm edhe ata që kanë zhvillim normal të shputës edhe nuk kanë pas probleme me shputën e rrafshët ose probleme me shkeljen me stabilitetin e kamës, munden me i marrë këpucët ortopedike, natyrisht atove që ofrojnë rehati, komoditet nevojshëm, edhe ofrojnë mbështetje ku e gjithë shtresa përputet për kamën edhe jep një mundësi për ecje ma të drejtë edhe për ma pak lodhje gjatë ditës që shumica e njerëzve që mojnë matën gjatë ditës edhe të rriturit në punë po të fëmijët në shkollë. Berisha pohon faktin që e veçanta e këpucëve të Steps është pikërisht shputa e butë. E po, këto këpucë magjike mund t'i gjeni edhe në pika tjera. Fokusi joni veçantë po ashtu është të shërbimi i duhur edhe i nevojshëm që klientëve jo vetëm t'ju shërbejmë, por edhe t'ju ndihmojmë për zgjedhjen e këpucës duhur, numrit duhur e kështu me radhë. Të ofrojmë një ambient përshtatshëm ku ata rehat munden me bo për zgjedhjen, ku edhe fëmijët ndihen rehat edhe kanë çka me bo për derisa bojnë shoppingun. Natyrisht kujdes të veçantë është cilësia edhe produktet e duhura. Na momentalisht gjindemi në 4 lokacione, së shpejti brenda pak ditësh do të hapet edhe lokacioni joni 5 që është në qendrën tregtare Royal Mall në rrugën D. Përndryshe jemi prezent edhe në Prizren në Galeria Shopping Mall, në Prishtina Mall edhe në dyqanin tjetër që është te Minimaxi në lagjen Arbëria. Steps në afat gjatë mendon me qenë sa më afër konsumatorëve vetë edhe në qytete tjera rreth anë Kosovës, po besoj që në një periudhë jo të gjatë edhe jashtë kufive të Kosovës. Cilat janë 3 shtyllat kryesore që Steps duhet patjetër të vizitohet?
Mas mire e kupton, masi që të vjen. Është shërbimi jonë që mundohem me qenë sa më afër konsumatorit edhe me qenë sa më bashkëpunues që ata me bo përzgjedhjen e duhen. Është ambienti i duhen ku edhe ata kanë me undi rehat dhe me bo përzgjedhjen lehtë, po edhe fëmijët kanë me undi rehat edhe kanë me undi si në shtëpi. Edhe natyrisht produktet që janë shumë cilësore edhe që zakonisht klientat që kanë bledh për herë të parë, kanë bledh edhe për herë të shumë me radhë, nuk na kanë ndru ma tutje. Hap pas hapi me Steps, sepse fëmijët e meritojnë më të mirën. E një prej tyre është edhe kjo bukuroshe këto. Unë jam Stina Berisha, nxënëse e klasës së 4, jam 9 vjeçare dhe unë veshe këpuca të dyqanit Steps dhe më pëlqejnë shumë, sikur këto që i kam both, janë qizme të borës, waterproof, dhe në bordë mundën e nejtë rinë plot minuta, si me thënë 40 ose diçka minuta, kështë mua më pëlqen Steps sepse ka këpuca ortopedike për fëmijë. Numri më i lartë i tyre është numri 37 ose 38 dhe ka shumë lloje, ka qizme të shiut, ka këpuca verës, ka si qizme që i kam unë vesh. Stina Moj, çka do ju thoje të prindërve të tu për këtë sukses? Kisha thonë që jam shumë krenare me arritjen e tyre me dyqanin Steps dhe unë ju besoj që mund të me shku edhe më lartë me hop edhe dyqane më shumë në për vendet të tjera. Dashuria për Steps fillon që në hapjen e parë.